Si shpjegon Ministria e Jashtme deklaratat disa mujore të administratës Trump dhe të ambasadës amerikane në Tiranë, e cila përgjatë gjithë muajve të fundit ka si refren për Shqipërinë, pra në diskursin e vet për Shqipërinë, dominohen nga kërkesa për të luftuar krimin e organizuar, kartelet e drogës dhe pastrimin e parave. Një gjuhë që zakonisht përdoret për vende problematike dhe jo për një shtet antar të NATO-s, pyetje parë, dhe pyetja e dytë është, a keni dieni nëse do të ketë një vizitë në Shqipëri të vajzës së presidentit amerikan Ivanka Trump dhe avion qeveria shqiptare me planin për t'i falur dhëndrit të presidentit Ishullin e Sazanit. Faleminderit. Për pyetjen e parë, ju besoj i referoheni prioritetit të shpallur të sekretarit të shtetit Marco Rubio dhe Departamentit të Shtetit për luftën kundër karteleve, si që quajnë ata, por dhe prioritetin e tyre për luftën ndaj krimit të organizuar, kudo që ai shfaqet dhe kudo që ai cënon sigurinë amerikane, dhe në asnjë moment sekretari Rubio apo të tjerë nuk i janë referuar Shqipërisë, e cila sigurisht nuk përjashtohet nga fenomene të tilla, po për cilin nuk mbajnë përgjegjësi as shqiptarët si etni, nuk mbajnë përgjegjësi as autoritetet në vende të tjera ku ato shfaqen, qofshin në Amerikën Latine apo në Europë e përtej, ashtu si të gjitha shtetet e tjera kanë sfidat e tyre kur vjen puna te lufta kundër krimit të organizuar, trafikimit të drogës, luftës kundër korrupsionit e të tjera prioritete. Ajo që është e qartë dhe është besoj si drita e diellit për gjithë është që Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një partneritet të fortë historik dhe strategjik, i cili jo vetëm nuk është lëkundur, po siç ju po e shihni edhe nga kjo ftesë, por edhe nga takime të tjera dhe prioritete të tjera, do më lejosh të mbaroj se je në konferencë, po do ta sqaroj edhe atë. Sigurisht që ky partneritet është i palëkundur dhe prioritetet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa i takon pjesës që ne duhet bëjmë, janë dhe prioritetet tona. Dhe jo më kot, Shqipëria në raportet e Bashkimit Evropian, si të Komisionit, ashtu edhe të vendeve anëtare, rezulton një vend që luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, trafikimit, po edhe pavarësinë e gjyqësorit e të tjera prioritete që kanë lidhje me këtë luftë, e ka sot në nivelin më të lartë, paktën për rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe për këtë arsye Shqipëria është sot vendi kandidat pararojës bashku me Malin e Zi për antarësimin në Bashkimin Evropian. Të tjerat janë spekulime politike me të cilat mund të rohet përkohësisht, po nuk mund të krijohet një alternativë e besueshme dhe e qëndrueshme. Ka pyetje tjetër? Për Ivanka Trump, ju lutem, keni dieni për vizitë të saj në Shqipëri, apo avion plani i qeverisë shqiptare për t'i falur Ivanka Trump, jo vetëm familja e presidentit Trump, po të gjithë zyrtarët amerikan janë të mirëpritur në Republikën e Shqipërisë, dhe ne nuk kemi asnjë detyrim të japim informacione mbi vizitat e tyre, qoftë private, qoftë të tjera. Nuk ka asnjë plan as për falje tokash, nuk ka plan as për dhënje të territoreve shqiptare, por ka një partneritet të qartë. T'jeni të sigurt që asnjë nuk kërkon, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as presidenti Trump, as familja e tij, që Shqipëria të falë toka, siç i quani ju, apo të angazhohet në aktivitet të tillë në Republikën e Shqipërisë. Ka projekte serioze që janë pjesë e projekteve tona zhvillimore, dhe ne jemi krenar për to, siç jemi krenar edhe për programe e projekte të tjera, të cilat pa diskutim do t'i bëjmë realitet në Shqipëri. Po. Luku nga Vision Plus. Zonja Ministre, duke u rikthyer edhe një herë ftesës për Bordin e Paqes, a do të ketë Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme një rol specifik në këtë proces? Pa diskutim që Ministria
për Europën dhe punë të jashtme do jetë e angazhuar me gjithë kapacitetet e saj për këtë bashkëpunim i cili kërkon një nivel shumë të lartë si përfaqësimi, ashtu edhe ekspertize, ashtu edhe kontributi, po besoj se kontributet tona të mëparshme si antarjo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit, në organizata të tjera ndërkombëtare, në NATO e kudo tjetër e kanë bërë Shqipërinë një partner të besueshëm, punching above its weight, siç thon shpesh në këto forume, pra që del përtej masës së vet dhe asaj që është pritur nga Shqipëria deri para pak vitesh dhe është sot një kontributor serioz sa i takon edhe paqes, edhe sigurisë, po edhe proceseve të tjera në nivel të multilateralizmit, të organizatave ndërkombëtare, edhe në nivele bilaterale. Disa ditë më parë, Ministria e Jashtme, por edhe shërbimi diplomatik në tërësi u kritikua ashpër nga kryeministri Rama, duke e cilësuar si një dështim të plot. Pse pas 13 vitesh që qeverisin socialistët, ky shërbim konsiderohet në këtë pikë dhe nëse mendoni se është realisht në këtë fazë kritike, çfarë do të bëni për ta ndryshuar? Po punohet ndërkohë me ligjin e ri të shërbimit jashtëm? Pyetje shumë e mirë, sepse në dukje ka një kontradikt mes nivelit të përfaqësimit, respektit që Shqipëria ka krijuar në nivelin ndërkombëtar dhe asaj që u tha mbi nevojën për një strukturim, për një reformim të shërbimit jashtëm, të trumbës diplomatike, të Ministrisë për Europën dhe Punë të Jashtme, me cilin konstatim unë jam plotësisht dakord. Në këto 100 ditë që unë drejtoj Ministrinë për Europën dhe Punë të Jashtme, kam parë këtu njerëz me një ekspertizë të jashtëzakonshme, me kontribut shumë të madh në trupën diplomatike, në shërbimin e jashtëm, në shërbim të këtij vendi, ashtu siç pa diskutim kemi bërë edhe një analizë të nevojave për reformim, duke nisur nga ligji për shërbimin e jashtëm, i cili kalon në Kuvendin e Shqipërisë në 28 janar, që do të japi më shumë hapësirë meritokracisë, më shumë hapësirë promovimit të talenteve të reja, hapjes së Ministrisë për Europën dhe Punë të Jashtme dhe trupës diplomatike për të rinj apo kontributorë tjerë që kanë punuar në organizata ndërkombëtare dhe duan të japin një shërbim për Shqipërinë. Kam vënë re pa diskutim që Ministria për Europën dhe Punë të Jashtme duhet të ngrihet në një nivel të ri përgjegjësie publike, jo vetëm sa i takon reformës dhe ligjit, ne kaluam ligjin për diasporën, tani ligjin për shërbimin e jashtëm, por edhe të përfaqësimit, edhe të diplomacisë publike. Ky rol i ri i Shqipërisë kërkon pa diskutim që të ndiqet edhe nga një administrat, edhe nga një trup diplomatike, e cila mirë rregullohet, e cila ka edhe vetëm kontributet dhe kalon përmes një procesi meritokratik, por në gjykimin tim edhe shpërblehet më mirë edhe i shërben vendit në kapacitetet të reja. Pra ka shumë hapësirë për këtë përmirësim dhe për ta thënë shkurt dhe shqip, duke qenë një strukturë e cila ka trashëguar edhe një histori, por edhe një strukturë që gjatë një tranzicioni të gjatë ka pasur uljet dhe ngritjet e veta, pse jo dhe duhet ta pranojmë, edhe emërime apo promovime apo mungesë gradimi apo mungesë vlerësimi për diplomatët në merit, ka krijuar një ngërç. Nuk e them për këtu për konvencion, por sigurisht që Ministria për Europën dhe Punë të Jashtme ndër vite, ndër këto 13 vite qeverisje, ka kontributin e vet të padiskutuar edhe për rolin e Shqipërisë në botë, por besoj që ka ardhur koha në këtë rol të ri, në këtë pozicion të ri, në diskutimet dhe në negociatat kaq intensive me Bashkimin Evropian për antarësimin e Shqipërisë brenda kësaj dekade, pra brenda 2029-s dhe mbylljen e negociatave brenda e 2027-s, ne jemi duke parë një reformim tërësor, jo vetëm të ligjit, por dhe trupës diplomatike, edhe të diplomacisë ekonomike, edhe të diplomacisë publike dhe kulturore, dhe për më shumë prezencë
të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme në diskutimet hapura dhe publike për procesin e integrimit, për ta zbërthyer këtë prioritet kombëtar më shumë për grupet e interesit, për të rinjt, për studentët, për fermerët, për grupet e interesit dhe për ata që do përfitojnë nga ky proces, duke ndarë shumë mirë detyrimet, ashtu edhe avantazhet. Pra ka shumë punë për bërë dhe në këto 100 ditë ne kemi patur një aktivitet shumë të gjerë dhe intensiv që ju e keni ndjekur dhe keni pasqyruar dhe unë për këtë ju falenderoj, si me vende anëtare të Bashkimit Evropian, me vendet që kanë presidencën e BE-s, me vende të rëndësishme që ndikojnë drejt për drejt në procesin ton të integrimit dhe 2026 do jetë viti ku kjo mësymje diplomatike duhet jetë më eficiente, më efikase. Plani për 27 vizita në 27 vende anëtare brenda këtyre 2 viteve është një projekt shumë ambicioz i cili kërkon të gjithë angazhimin e kësaj trupe që është një shtyllë e funksionimit shtetit shqiptar dhe duhet pa diskutim të ngrihet në lartësinë e këtij misioni.